Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride the cloud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Për të prishur magjin që i kanë bërë stelës, Wingsat dhe specialistët u nisën në kërkim të pasqyrës të së vërtetës. Në këtë mision të pamundur, ata do të kenë nevojë për të gjithë magjinë e tyre. Sky, përpiqu të ngjitesh. Motorat nuk po reagojnë siç duhet. Ndoshta na duhet të ngadalsojmë pak. Fusha e gravitetit nuk është më. Strukturat e anijes nuk do të durojnë edhe shumë. Mbahuni fort, do të përpiqen të kalojnë në nivelin auto. Timi, ndis motorët manual. Sky, përbimsha s'po na lejojnë. Timi, hap valvulat sepse duhet të rrisin fuqinë. Nuk po funksionon. Nuk më besohet që ajo krijesë është më e fuqishme se pajisjet tona. Vajza tani është rradha jon. Shkojmë t'i kapim ata përbimsha. Unë s'do mund të ndihmoj shumë. Mos u shqetëso, Stella. Gjithçka do të shkojë mirë. Flatrat magjike. Girls are the wings. Energy created. Our magic power. Well, it could be evil. She's our friend. We're the new ones. We're the Wings. Ej ti, largohu prej andej. Sfera e zjarrit. Çfarë? Nuk pati asnjë efekt tek ai. Ata po na sulmojnë të gjithë bashkë. Do të përpiqem t'i pengojmë valët e mia zanore. Po largojnë prej nesh, por po shkojnë drejt anijes. Mendoj se vajzat e dolën mban, përbimshat u larguan. Mos u gëzo para kohe, Timi. Kujdes! Oh jo! Ndryshim drejtimi, kjo do t'i pengoj ata. Të lutem, mos i lëndo ata. E di, por duhet të mbrohemi. Unë po merrem me tjetrin. Tani shkojmë të lirojmë anijen, vajza. Po ecim shumë ngadalë. Unë do mundohem t'i largoj grafiqarët nga anija. Ka fazi magjik! Tekna! Ja dolëm. E shikon, Stella, ja dolëm mban. Po tani çfarë po ndodh? Pajisjet komanduese nuk po përgjigjen, kanë ngecur. Po na sulmojnë përsëri dhe tani është diçka shumë normale. Atëherë çfarë mendon se është? Mendoj se kjo është grabiqarja mama. Ju doni të thoni se të tjerët janë thjesht fëmijë? Le të bëjmë një sulm të kombinuar. Jo, mamaja thjesht po përpiqet të mbrojtë të vegjëlit e saj. Duhet të bëjmë patjetër diçka përpara se ajo të shkatërrojë anijen. Nëse ne nuk ngadalsojmë, atëherë anija do të shpërthej. Po përpiqen të ndesë radiatorin, por është e çeptivizuar. S'kemi çfarë të bëjmë më shumë se kaq. Miqtë mi kanë nevojë për mua dhe unë as nuk mund të transformohem. Diçka ka për të shkuar shumë mirë, Stella.
Ki për ta parë, do t'ja dalim bak. Muza, a je gati? Plotësisht, po nisem. Blum, je sigur se kjo do të funksionoj? Se kemi provuar kur më parë këtë magji. S'kemi shumë mundësi zgjedhjeje. Le të bëhemi gati. Muza, jemi në pozicion. Fuqit ultrazanore! Çfarë po ndodh? Është një tip energjie ultrazanore me sa po shoh. Atëherë, kjo do thotë që është diçka që mund ta zgjidh Muza. Gati? Shiko, grabiqarët e tjerë po kthehen. Ata po përpiqen të mbrojnë maman e tyre. Qëndroni në pozicion. Duhet të gjejmë një magji të përqendruar. Po çfarë po bëjnë ato atje? Sky, mos duhet të provojmë një manovër evazive? Jo, akoma jo. Jepi edhe 1 minutë kohë. Tani! Magjia e zhvendosjes! Ja dolëm! Po grabiqarët ku të kenë shkuar? Janë zhvendosur, por jo shumë larg sepse ne jemi të reja në këtë magji. Atëherë, të largohemi që këtu para se ata të kthehen. Të përpiqemi të kalojmë mes shkëmijëve, Timi. E po grabiqarët do guxojnë të na ndjekin deri këtu. Po, por kjo është shumë e rrezikshme. Kjo zonë nuk ekziston as në hartë. Djema, mendoja se ishit pilotët më të mirë të shatërvanit të kuq. Po, ke të drejtë në fakt. Në rregull, shkojmë. Mbahuni fort, Djema. Erdhi koha e kërcimit. Stella! Jo! Stella! Stella! Do të shpëtojmë. Eja, duhet të kthehemi menjëherë. Hey, shikoni atje. Sa mirë pas ka shpëtuar. Sky, duhet t'i afrohemi, ndërsa unë të ta kap. Kjo është më shumë rrezik, na duhet një plan tjetër. Ju lutem, nxitoni. Grabiqarët po kthehen. Më lejoni ta provoj përpara se të jetë shumë vonë. Nuk mund të mbahem më. Mbau Stella! Po vi! Ma jep dorën. Jepi Stella, provoj, mund ta kapësh. Brendo! Lëshoje, do t'i kap unë. Jepi Stella, s'kemi më kohë. Të kapa. Misioni u krye, çuna, le t'i ikim. Punë e shkëlqyer, Brandon. Ishe i mrekullueshëm. Dhe tani, nëse ndonjëri nga ju s'ka ndonjë ide tjetër, mendoj të largohemi një herë mirë nga këta grabiqarët. Shumë ide e mirë, Sky. Le të shkojmë tani të gjejmë hyrjen për në shpellë. Duhet ta pranoni, ne jemi një skuadër shumë e mirë së bashku. Po, dhe shumë keq që lojrat magjike nuk kanë shpëtim me shpejtësi të lartë. Shikoni, kërkimi jon mbaroi. Ajo është hyrja e shpellës. Po çfarë po kërkojmë saktësisht? Pasqyrën e së vërtetës. Concordia nuk tha saktësisht ç'pamje kishte, por tha se do ta kuptonim kur ta shikonim. Shpresoj të funksionojë dhe të më kthej përsëri pamjen time të mëparshme. Pra, e mbani mend çfarë tha Concordia? Shpirtrat e akullit janë mbajtësit e pasqyrës magjike dhe ne duhet të besojmë fjalëve të tyre. Jemi pothuajse duke arritur. Jam e sigurt se tuneli edhe pak dhe do fillojë të zgjerohet. Është e mrekullueshme. Po ku jemi Jeni saktësisht? përballë nesh. Ju po na kërkoni ne. Çfarë problemi keni? Na falni që po ju shqetësojmë, por a jeni ju shpirtrat e akullit? Ne jemi ata që presim në përjetësi. Flisni. Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj, ju lutem. Ju kaluat erat e ngrira të berjerit dhe shpëtuat nga thetrat e grabiqarëve. Arsyeja juaj duhet të jetë shumë e fortë. Një magji e zezë, një magji djallëzore. E po, a mund të më ndihmoni ta prish këtë magji? Duhet të kërkosh pasqyrën e së vërtetës, e ti do ta gjesh atë vetëm kur të gjesh vetveten, dhe ajo do ta prish magjin vetëm po preke zemrën e saj. Ç'do të thotë kjo? Pasqyra ka zemër? Të lutem, ma thuaj, më trego më Stella, ku shumë. po më shko? ndihmo. Brandon, ndoshta duhet të presësh këtu me të tjerët. Po, mos u shqetëso, Brandon. Ne do të kujdesemi për të. Forca vajza, shkojmë ta gjejmë atë pasqyrën. Do ta gjesh pasqyrën vetëm kur të gjesh vetveten.
shkoj Stella? Stella, ku je? Hey, Stella! Unë po shkoj këtej, ju shkoni në anën tjetër. Unë dua të jem përsëri vetvetja, kjo nuk jam unë. Stella! Pasqyra, mendoj se për këtë e kishin fjalën shpirtrat. Stella, prit, ndoshta ti... Jo, Brandon, vetëm ky liçen mund të më kthej pamjen time. Pasqyrës së vërtetës, të lutem prishe magjin time dhe më kthej përsëri si më parë. Të lutem, ja, nuk pa funksionon. Ku kam gabuar, Val? Stella... Mos më shiko, të lutem. Pse jo? Ti nuk e kupton. Ti nuk e kupton se ç'pamje kam unë. Stella, e di që s'është koha e përshtatshme për ta thënë këtë, por e di si është pamja jote. Por si është e mundur kjo? Nuk e di, magjia që më bëri Flora nuk funksionoi. Dhe ti, edhe pse e dije që kisha një pamje të tillë, nuk më praktise. Pse? Ti do të largohesh nga një njeri i bukur, me zemër të madhe dhe me shpirt të mrekullueshëm? Vajza, tregoni se si e shihni ju atë në të vërtetë. Unë shoh një vajzë të mrekullueshme, që asnjëherë s'ka frikë të thotë atë që mendon. Që është e gëzuar me zemër të bardhë dhe zbavitëse. Një zanë çmendur që më bën gjithmonë për të qeshur. Ndërsa unë shikoj një shoqe besnike dhe shumë të dashur. Vërtet kështu mendoni për mua? Unë mendoja se njerëzit thjesht mendonin që isha e bukur. Stella, unë të doja më parë, të dua dhe tani, ndoshta edhe më shumë. Kjo është për ty. Për ditëlindjen tënde. Ka qenë pjesë e familjes time për brezat të tërë, dhe tani dua që ta mbash ti. U përpoqja të ta jepja në fest, por ti kishe marrë shumë dhurata dhe ishe shumë e shpërshëndruar dhe ti ishe shumë... Faleminderit, Brandon. Kjo është dhurata më e bukur që më kanë dhënë ndonjëherë. Jam përsëri si më parë. Stella! Tia dole mban zana e diellit dhe hënës. E kalove testin. Ti vërtetove që ndjenjat e tua ishin të vërteta. Edhe mua që mu duk se ishte e vështirë për ta bindur pasqyrën. Kundra magjia funksionoi, sepse dashuria ishte e vërtetë. Dashuria, wow! E dëgjove se ç'tha Brandon? Ishte dashuria që më shpëtoi. Misioni u realizua. Stella u kthye siç ishte. Dhe si thoni sikur të nisemi për në shtëpi. Po, jam aq e lodhur sa mund të fler 10 orë rresht. Cornelia nga Perla, Kontesha Eleoleana nga Thenesa. Forca, vajza, mos qëndroni në korridor. Çdo vit është e njëjta gjë. Kur fillon shkolla, gjithë Arfea përfshihet në kaos. Zonja Faragonda, këto zana të reja bëhen çdo vit më të padisiplinuara. Oh, Griselda, mos bëj kështu. Ato bën shumë pak pushime dhe i pret një vit i gjatë dhe i vështirë. Përshëndetje. Çfarë bën këtu fare veçam ti? Unë nuk njoh asnjë këtu. Kjo është dita ime e parë e shkollës. Po ti je shumë simpatike. Dhe në shumë pak kohë ti do jesh më e njohur në të gjithë shkollën. Vetëm të më kishe parë, Leila, isha kaq e guximshme. Oh, mund ndihmo të lutem, më kthe pamjen time. E po në fakt ai transformim në përbindësh ma bëri lëkurën edhe më të butë pa preke pak. Jo, faleminderit lëre fare. Ej, a i pa gjitha të zanat e reja? Po, unë takova një vajzë që ishte interesuar në bimët tropikale. Ajo vinte nga një mbretëri plot me pemë gjigande. Vajza duhet t'i iki. I premtova Timi që do t'i tregoja holoprogramin tim të ri. Leila, dëshiron të shikosh bimët e mia të reja? Çfarë? Oh, jo, faleminderit. Duhet të merrem me çantat. Jam e shqetësuar për Leilën. Duket shumë e shpërqendruar. Mora vesh që gjërat po shkojnë shumë keq në Andros. Ajo nuk flet me asnjë njeri për këtë gjë. Ndoshta ajo ka nevojë vetëm për pak kohë. Ndërsa unë bëj mirë të filloj të pastroj këtu.
Sa muzikë e bukur, kush mund t'jetë duke luajtur? Kjo është e mrekullueshme, unë mendoja se ishte një orkestër e plot. A të pëlqeu kompozimin? Unë jam Galatea, princesha e melodisë. Princesha Galatea është një nder që po ju njoh. Unë jam Musa, zana e muzikës, dhe unë jam nga melodia. Çdo vit humbasin një nga valixhet e mia. Ata elfët e bagazheve janë shumë të paaftë. Princesë Stella? Nova, edhe ti erdhe në Alfea. Po, dhe unë shpresoja shumë të takoja. Jam shumë e lumtur që po të takoj. Më thuaj lajmet më të fundit nga Solaria. Dua të di gjithçka. E po atëherë, baroni Eosit prishi fejesën e tij me konteshën e re Elindor, ndërsa kontesh Cassandra dhe vajza e saj Chimera, e po kontesha, ajo sillet sikur që tani është mbretëreshe e Solarias. Çfarë? Shiko, kam një kopje të Solarias së sotme. Shikoje vetë po zbesove. Ajo mizoria e poshtur ka vendosur kurorën. Mbreti Redius pothuajse nuk del më fare në publik. Kontesha merret me gjithçka, duke nisur që nga financat shtetërore dhe duke përfunduar në takimet me ministrat. Dhe babai im e lejon këtë gjë? Cassandra duhet i ketë bërë magji. Nëse mamaja s'do të kishte hequr dorë nga kurora pas divorcit, s'do të kishte ndodhur asnjë nga këto gjëra. Po kjo çfarë është? E po, Chimera është e ftuar e përhershme në programet yjet e Solarias. Në programin më të njohur në të gjithë planetin, duhet të bëj diçka me Doemos. Në asnjë mënyrë s'do t'i lejoj ato të dyja ta manipulojnë babain tim kështu. Aq më tepër s'do ta lejoj Chimerën të zërë vendin tim si princesh. Përshëndetje Leila. Doja të dija nëse kishe dëshirë që të flisnim të dyja. Nëse ke nevojë, dua që ta dish që mua më ke këtu gjithmonë. Faleminderit Flora, por jam mirë. Do të mbaroj librin tim dhe takohemi më vonë, mirë? Oh, e po mirë dashur, shihemi më vonë. Zonja Faragonda do të bëjë një njoftim sot. Një misardhje e ngrohtë për të gjitha zanat e Alfeas. Dua të bëj një njoftim. Si fillim doja të kujtoja nxënësit e vitit të tretë për provimin e tyre përfundimtar. Ne sapo erdhëm dhe ajo po flet për provimin përfundimtar. Në fillim duhet të nxjerr rrobat nga çanta, pastaj do të filloj të shqetësoj Ju për provimin. lutem vajza, më lini të mbaroj. Faleminderit. Provimi përfundimtar i këtij viti është një hap i rëndësishëm për trajnimin tuaj si zana. Vitin e kaluar, qëllimi ishte të arrinit magjin, ndërsa qëllimi i këtij viti është të arrinit transformimin përfundimtar. Nëse do të keni sukses, ju mund të përdorni fuqi të reja si pluhuri i zanave dhe zvoglimi. Kjo është mundësia juaj për të bërë një zanë vërtet fluturuese. Një zanë vërtet fluturuese? Kjo është mënyra e vetme për të kaluar vitin e tretë, dhe ato që do ta kalojnë testin do të shpërblehen. Për punën e vështirë që kanë bërë, me një çmim që do t'u ndryshojë jetën përgjithmonë. Ato që s'do ta kalojnë testin, do të mbeten siç janë tani. Gjithsesi mos harroni që një zanë e nivelit lart s'ka vetëm fuqi të mëdha, por edhe përgjegjësi të mëdha. Çfarë duhet të bëjmë që të përgatitemi për testin? S'kërkohet ndonjë përgatitje e veçantë. O, sa më pëlqen. Testi që do të bëni do të kryhet në një moment shumë kritik. Do t'ju duhet të shpëtoni dikën nga bota juaj, e cila do të kërkojë një sakrificë të madhe. Nëse dilni me sukses, atëherë dhe vetëm atëherë do të arrini formën përfundimtare. Unë duhet të shpëtoj dikën nga Solaria. Është diçka e lehtë për sa kohë që s'është ajo Chimera. Tregoni të afta të përmbushni detyrat tuaja si një zanë dhe mbroni popullin dhe botën tuaj nga shkatërimi dhe forcat e këqija. Të shpëtoj dikën nga bota ime, por të gjithë njerëzit e Dominos janë zhdukur shumë kohë më parë. Tani asnjë njeri nuk jeton më në Domino. Por jam e sigurt se prindrit e mi janë gjallë diku. Unë e ndjej dhe do t'i gjej ata çfarëdo që të ndodh. Leila, a je gati? Më falni vajza, por sot nuk kam qejf fare për të dalë. Por Leila, duhet të na tregosh çfarë po ndodh. Ne jemi shoqet e tua dhe duam të ndihmojmë. Ju lutem. Mirë, e ani brenda. Planeti im Andros është sulmuar nga dikush që e quan veten Valtor. Ai u arratis nga dimensioni Omega dhe pushtoi Androsin. Me sa dim ne, ai është i pandalshëm. Bota ime, në fakt i gjithë universi magjik, është në rrezik. Po si ndodhi kjo? Nuk është e mundur të arratisësh nga Omega. Po, ashtu duhet të ishte.
Asnjë më parë s'kishte mundur të aratisej. E vetmja mënyrë për të dalë nga Omega është një portal që mbrohet gjithkohës nga shumë sirena roje. Valtori arriti të shkatronte portalin dhe I ktheu sirenat në disa krijesa të këqija, të përbindshme. Asnjë nuk e di si arriti të dilte jashtë. Një gjë është e sigurt, ai s'ka vepruar I vetëm. Valtori është ende në Andros. Prej aty ai mund të shkojë kudo. Asnjë s'është më I sigurt. A e di këshilli magjik të gjithë këtë gjë? Po, ata u lajmëruan menjëherë sapo u hap portali. Atëherë çfarë po ndodh atje tani? Bëm gjithçka për ta ndaluar, por fatkeqësisht asgjë nuk funksionoi. U shpall gjendje e jashtëzakonshme dhe të gjithë u mobilizuan. Deri tani të gjitha përpjekjet për të ndaluar Valtorin kanë dështuar. Të lutem Bloom, mos thuaj atë që po mendoj edhe unë. Stella, I gjithë dimensioni magjik ka nevojë për ne. E kupton që nuk mund të rrim këtu pa bërë asgjë? Ke shumë të drejtë. Ne s'do të qëndrojmë kot. Ne jemi klubi Wings dhe asnjë rrezik nuk është I papërballueshëm. Njerëzit e Androsit tani janë të gjithë në rrezik të madh. Ne nuk mund të lejojmë që të ndodhë një tragjedi tjetër si ajo që ndodhi në Domino. Dhe për fat të keq, unë nuk pata mundësi të shpëtoja njerëzit e mi. Por mund të përpiqem të shpëtoj popullin tënd, Leila. Unë jam me ty. Edhe unë. Edhe unë. Edhe unë gjithashtu. Faleminderit vajza dhe faleminderit ty, Bloom. Klubi Wings! Magjia e zezë e Valtorit ka goditur mbretërinë e Leilas. Vajzat e klubit të Wingsave do të marrin pjesë në një luftim të tmerrshëm. Dikush do të paguajë një çmim shumë të lartë për fitoren. Giant